Për so kemi informata thuj se e fundit është mirë, po ne jemi një komunë që jemi shumë afër kryeqytetit dhe natyrisht që ka disa biznese të kryeqytetit që vinë dhe hedhin mbeturina. Natyrisht që ne kemi në fuqi një vendim ku gjobiten me 1.000 euro bizneset që hedhin mbeturina, pra pa vend, në vende ku shkaktohet, ku krijohet deponi ilegale. Natyrisht që ne jemi në monitorim të plotë të situatës rreth kësaj çështje dhe inspektoriati është duke vëzhguar terrenin, nuk ka ndonjë deponi të madhe, mund të ketë në ndonjë periferi të një fshati diku, mirë po jo deponi siç kanë qenë dhe po vazhdojmë ta mirëmarrim ambientin. Krejt kjo edhe po ndodh falë organizimit që e kemi bërë për grumbullimin e mbeturinave me ndërmarrjen tonë lokale në PL Kastrioti, e që shumë shpejt do të fillojmë edhe grumbullimin e mbeturinave inerte, që janë shumë problem për shumë familje. Mirë, por a